Sot do t'i jepet lamtumira fundit 27 vjeçarit Albian Osmanaj, i cili humbi jetën tragjikisht pas një thirrjeje me thikë në fshatin Kobaj të Prizrenit. Sipas njoftimit mortor të publikuar nga familja, varrimi i të ndjerit do të bëhet sot më 15 qershor 2026 pas faljes së namazit të ikindis në varrezat e fshatit Kobaj. Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën rreth orës 11:50, ku sipas policisë së Kosovës shpërtheu një përleshje me mjete të forta ndërmjet dy familjeve që janë kushërinje mes vete. Si pasojë e plagëve të marra nga një mjet i mbret, 27 vjeçari nuk arriti të mbijetojë lëndimeve. Policia ka shoqëruar në stacionin personat e dyshuar, ndërsa hetimet në koordinim me prokurorinë e shtetit po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Me këtë rast supozohet se kjo ngatresë ka ardhur për shkak të riemrimit të një rruge ku banojnë këta e që janë familjar të një gjaku. Policia njofton se është arrestuar edhe një i ri 16 vjeçar i ngatëruar në këtë rast tragjik, kurse mjekët pohojnë se ishte e pamundur të shpëtohet i riu 27 vjeçar sepse kishte marrur plagë të rënda në krahror e supozohet edhe në zemër. Rasti në fjalë ka shqetësuar gjithë Prizrenin. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.